shtac. Kujtet! Unë jam dhe ajo dhe ti dush me më dëgju se ti shkulli vesh të shkulli. Po jo, unë nuk jam ku mori djallë me ditë kush është në baba, kush është nona. More vesh, ka la në temë ma shpejt se s'kom ku. E di që nuk je ku maraj ti. Për ti e babaj ti. Këto krejt po kujdesën për neve. Po mirë, na nuk ikim. Veç dalim për pak, e ngjizojmë kongën, edhe i krymë do punë, e që? Po të luta besom. Edhe ma mirë e kime pranu këtë fakt, që djali është i joti. Por nuk moj me të siguru paret. Lem ratë se nuk kam ku me i marë. Po nuk ki nevoj mu mi këthy. Hajde puno dhe krejt qëto gjo është okej. Qka ke? Qka je mërzit? Kove të fundit po shoh shumë ndryshimet e ti. Nuk po kthehesh me kohë. Ke filluar të rrish shumë vonë. Unë jam motra jote e madhe. Dhe unë jam për kujdes për ty qysh që na vdiq nana. Të lutem mos na bëj vakin ndonjë punë e madhe. Qofse ke gjetë dikam dhe ke filluar të dalësh me ta, unë jam dakord. Të kuptoj, por ama me kujdes. Primare e ke shkollën e pastaj vijnë të tjerat. Emi, ti e din që unë jam e përkushtu me mësime. Po e di. Por kove të fundit kam pas do problemeve. Çfarë probleme? Qika e re me probleme. Është normal me pas probleme në fillim. Ki me pas shqetësime, sepse të rraurat e zemrës kanë më të dukë si kur zemra po donë më dalë prej vendit. Po kalojnë. Jo, nuk jam dashuru. Nuk je dashuru? Jo. Pse po më rranë? Unë kove të fundit po shoh ndryshimet mëdhajat e ti. Nuk po kthehesh me kohë. Nuk po mëson si që ke mësu për para. Nuk po i bjen shoqet në shtëpi me ndejt si që ke vepru për para. Dhe mbi të gjitha që ka kam vrejt unë, ti ke fillu edhe mu vesh ma mirë. Dhe unë nuk po i di ku po i merë pare ti për me ble garderobë. Dhe gjitha këto më bojnë mu me kuptu që ti je me dikant. Emi, të lutem, mos fal ashtu me mu. Nuk jam dashuru dhe nuk më intereson askush. Hajde mos vinë marre. Tregom mu zemra jam. Tregom shpirti jam. Unë të kuptoj. Nuk kam qka me të tregu. Po të lutem, lem rahat. Okej. Mirë. Mo nuk flas. Por të lutem mos u vono. Sepse kove të fundit as gjumin si gjum nuk po e bëj duke të pritur ty. Po pse po më pret? Unë nuk jam fëmijë. Ti je fëmijë edhe pik. Apo kupton? Dhe prej sot, të lutem, më mos u vono kur. Dhe dua të shoh në shtëpi më së largu deri në ora 9. Dua ti jesh këto. Po çka t'intereson ty, bre? Mos ma kthe mua fjalën. A more vesh? Unë për kujdesen për ty prej që na vdiqën prindrit, unë jam përgjegjëse për ty. Nuk ka nevoj ti me u kujdes për mu. Prej sotit, ti kujdesë për vetën tonë dhe a more vesh? E unë kujdesën për vetën time. Dhe prej sotit, unë kam e fillu me punu. Çfarë pune, bre ti? Ti duhesh me shku në shkollë. Ti duhesh me përfundu shkollën e mesme dhe me mendu për fakultet. Nuk ke nevoj ti mu me rakos për shkollimin tem. Unë jam gjendje edhe me shku në punë, edhe me shku në shkollë. Vetëm ti mos u përzim punë të mija. Ha je mirë ti oj qik, bre. Prej sotit, ti kujdesë për vetën tanë dhe për vetën time. A more vesh? Ta tregoj në ty punën.
mërzit. Merre, haj hamburgerin se prapë s'kam pru kur gjom, falë. Ka ndollë do punë se erdhe. Nuk du kur gjë mangët, qa do më prime, pse po am shel? Asgjë nuk du, unë jam doja jetë. Pse po gënja, nuk je doja jam. Pse flet ashtu? Mos më detyro ta nxjerrë rrypën e të riedukoj. Se duket nuk të kanë rieduku mirë atje në shpinë e riedukimit. Mos mu bëse i fort, ti nuk je doja jam. Qa kërkon primeja? Mirë, qetëso, merre, haj hamburgerin. Pusha. Shpresoj se shpejt do të rregullojnë këto punë, edhe ti do të dalësh nga këto. Vetëm duhet presim edhe pak. Çka me prit? Babën tanë. Po ai ka ik, ai nuk është këto. Ja, Iler, ja. Baba jëtë është në qytet dhe unë do të thras e ti do të bisedosh me ta. Po ai ka ik në Gjermani, ai as shumë dënë mu. Ja, Iler, pse flet ashtu? Baba jëtë i vërtet jeton këtu, kurse ai për cilin ti mendon se është baba jëtë, ai nuk është baba jëtë. Dhe unë do të thras e ti do të takohesh me ta. Unë nuk du mu tako ma kërkon, du ma shku vetëm të shokët e mi. Ja, ti do të rish këtu. Pse? Shikoj, Iler. Unë edhe baba jëtë i kemi disa punë, disa hesapet pa mbyllura. Dhe tash mendoj se ka ardhur koha që ti mbyllim ato hesape, ti mbyllim ato probleme. Pra, ti nuk je doja jam. Pra, unë nuk jam doja jam. Ti je fëmijë inteligjent, e ke kuptu që nga fillimi, ha? Pra, merre, haje ti hamburgerin. Unë po dalë se kom pak punë. Haj. Halo se ka dijet për i lirë. Halo se kanë gjitë. Shumë kesh po bëhet. Po ka bëhet në zetë ver. Hisë si dijet ka i kërset kjo punë. Po thu që mundet me ndodhë në i variant i keqa? Jo, po mua ka mdohet që vish po shkon të umze. Problem. Po. Edhe kjo edukatori prej që o dali liri kërkas është. Krejt ka huq. Une ku marrë vesh që edukatori ka kontakt me Lulin. Po është zoti ku për i merë vesh të punë? Po jam informum ti. Ku për i merë shto informata? Po të kalzaj, vish mos gabo mi kalzu kërkujnë. O averi jame. Nuk jam unë e prej atyne që shpionojnë. E din ti? E kom siguru një telefon. Ku e more o idiot? Ha? Ma ka huazua një vajzë nga pavioni femra. Shumë një idiota. Ku e takove? Ti e den edhe tjerë të din që unë nuk rrira. Tash kena me pos kontakt me botën jashtë. Edhe duna me thirë një aver temin, për me vetë a munu me shku në studio me inqizu kongën. Apo nin? Nuk ka problem, po nuk ka impulsa. Du të me siguru me impulsa dhe mas ne i bujmë të. I zë problem. Vesh nëse munu me shti gardianin me na bledo impulsa. Okej. Hajde. Ti ka në business. Po të thëmë se po shkojmë të Luli. Kështu ki Lule? Kam thënë 100 herë që Luli është baba jëtë. Mos raj! Po të thëmë se ti shkulli vesh, ti shkulli.
Dhe ti po të thëmë, hëllë! Ti shkulli vesh të shkulli. Po ti nuk je doja jam. Po s'ka lidhe që s'jam doja jetë, po të mbulli aty. Po s'un kap. Edhe ku shë këj lulje, nuk o baba jam. Po në 100 herë kam thënë lulli është baba jetë. Hëllë po të aty. Hëllë! Oh, mos shit fore! I sholle bën deshe e mytësh! Nuk du! Dim! Policia! Qoj vetëm! Avne, unë kam vendos të punoj dhe do të mundohem të punoj sa më mirë. Por është një problem tjetër. Problem? Po, Fol, çfarë problemi? unë nuk kam shërby asnjëherë dhe nuk e di se sa më shkon për dore kjo puna e kamarierës. Hiç mos u mërzit. Kur farë problemi sa? Problemi i vogël është ai. Ti e vajzë talentume dhe shumë shpejt i mëson sanët. Do të mundohem. Shumë mirë. Dëgjoj, sonte unë vinë do shok shumë të fortu, VIP. Do është mi shoqëru këtu në lokal. Nuk po të kuptoj, qysh me i shoqëru? Po shumë letë me shpirti jam, mi shoqëru që ata mu një këtu shumë mirë. Hej, ata janë shumë të fort, edhe kanë shumë pare, ha? Do të mu sjell mirë me ta. Nuk po të kuptoj. Unë do të mundohem me i shërby sa më mirë. Jo shpirti jam, ti s'ki nevoj ata mi shërby. Ti ki mu ullë me ta me nejt që ata mu një mirë këtu në lokal. Jo, nuk po të kuptoj. Po shpirti jam s'ki që më kupton. Ti ki mu ullë me ta edhe me pi, qikaq. Po kjo nuk po më duket farë pune. Po të thash me shpirti jam që kur farë pune s'është. Ti e vajzë bukur ta ka dhonë zoti bukurine, talentin që besaj, ti dush mu sjell mirë. Edhe si të sjell është mirë, kërset bakshishi, ha? E që sjell është kësë valla kërset dajoku. Hajt tash, hajt që shko. Ku me shku? Shko ndre që pak, që du kam bo flok, shko regulloj këto flok një farë saloni bukurie dhe blej dhe të esha pak ma të shkurta, i kom të mira, hec, mere porët, hajt shpejt, shko të pres të në ora 8, hec. Okej. Besa e mirë? Mirë, te a je mirë? Mirë. Po shkojnë që ka e regullu kështu? Në një parti. Ku ashtu? Nuk ka që ka t'intereson ty. Besë që ka pëndodhë me ty? Shumë që që mi ka silë shkove të fundit. Nuk ka që ka t'intereson ty sen. Besë unë jëmë shoqja jote dhe normal që mi intereson. Ti asë në shkollë s'po vjen. Hajt posh zotin qëri punë të tua, lem rahat mu. Besë, tregom që ka pëndodhë, se me ty diçka nuk në regull. Unë jam në regull, qëri punë të tua te. Besë, unë jëmë shoqja jote dhe përdu me ditë ku përshkan edhe me kënd për shoqërohesh. Punë për mua është me kanë shoqëro në anë. A more vesh? Besë, që ka pëndodhë me ty? Asë në shkollë nuk po vjen. Kujdestari ta ka thënë notën e sjelljes edhe po kërkon mu taku me Emin. Lem rahat posh zotin. Besa, hajde ma shpejt. Besa, kjo është Alisa, kolegja jote. Punëtorja jame më e mirë, deri tash kur nuk ka zhgënjy. Tash e tutje, kjo ko me ta mësu zanotin. Hajde ullu, njëftonit, hajde. Përshëndetje, Besa. Ullu. Ha?
Bravo, Avni. Shumë vajzë bukur qenë ka. Bash ashtu se ke përshkru. Shqo Besa, unë do të jem gjithmonë krate dhe besoj që doja kaloj mirë. Unë nuk kam përvoj në këtë punë. Nuk e di si do t'ja arri me punu. Haj, pre Besa, mos ki marak heq. Krejt Alisa të tregon zanotin ty. Heq mos ki dert. Ja pak me mua, Alisa. Masu mërzit, unë do të mbaj tash në kontrol. E shumë një botut në po në lemrën në sajnë në lokal për mërvesh. Mos tanin, shef, punë e krymë është kjo. Ta shteki ndorë. Hej, për 30 minuta mi musafer. Krejt jënë vëjipa. Hajde të janë. Ishtë mos tanin, shef. Mirë të jam një vogël, hajde. Hajde, Naim djali. Po ku je, more djali, po ku je, që sos të po. Po ku je, vravni burri. Pasha Besën si mi po mëti. Si po kalen? Po mirë me Naim, që e kom qërës të një lokal. Kështë? Si po që këm puna? Po tash e kom qërë Naim, tash. Ja ki zanot. Të kujtojë ty edhe Londra, ha? Si kod vjetra, ha? E veke, pas atje njënën që... Adia jemi, ajo... Emnin pja harroj. Olga e Ukrajinës. Olga! Davaj. Qake. Sante për neve, apo dishka? Qysh s'ka për ti gjithë Naim? Si më dhe ndërsi këto? Je njësh plako, valutje. Pekollun. Pekollun, e që sëptimin. Shoku ja, Naim, Paske po lokal të mirë, paske po? Mirë, sa të nërti kom do dhoma. Mirë, pritu pak. Hajde qika, hajde ma shpejt se ka orë na e mvipi. Jes, se kërset bakshiqi, shpejt, shpejt. Hajde, ma shpejt. Shtiro. Naim, kjo është Alisa. Përshëndetje. Gëso, vjen mirë. E kjo është shpirti i vogël i qytetit, Besa Bukuroshja. Vjen mirë. Hajde, ullë. Unë të ullëm? Po, ti të ulesh, ullëf. Ka dal, unë, mos bërtit. Mësot, vajza, mësot, ka dal. Hajde, ka dal. Hajde. Ka kohë më mësu kja. Naim, që e me pi? Ti e di çka duhen, ha? Edhe ti kia se çka duhen. Ku je, ai burri be. A more vesh në sen për djalin? I kam do informacione.
Mbrëm u takua me nënën e tij. Dhe mendoj se ka marrë informacione të mjaftueshme. Do të thonë ti e di se ku gjendet djali? Jo. Po mendoj se e di kush e ka marrë. Kush ka marrë? Tregon, ndoshta është më mirë ta thrasim policin. Jo, çfarë policie. E di kush ka marrë djalin dhe e di që lajmërohet patjetër. Këtu në qytet është. Çu po flet ashtu? Ai e ka marrë djalin e ti po pret se aty të thresë të tregon se ku është djalja? Ai ka dëshirë mu taku me mua. Edhe kjo është mënyra më e lehtë me më takue. Po pse më taku ty? Shër, ato e kom pas partner biznesi. Dhe mas e mbyllën biznesin, a i pandete që ja kom dhe pare bërsh. Aha. Do më thonë jo dy njën, ja? Shumë mirë. Po mirë, qësh po menon që kom më mbyllë kjo punë? A i ki paret mja dhanë? Po. Po, s'po kuptoj pëse më këtë thirë mu me folë atër. Që po dhe më për me? Unë du një shërbim për teje. Du më kom prezent në momenti ku ja paret. Aha, po pse? Du me pas një dëshmitar për punë djallit. Kur po mendon se kimi taku? Sigurisht, më thratë shpejt. Në momentin kur të duhem vetëm thirr. Edhe unë do të jem aty ku është nevoja, vetëm për ta shpëtuar djalin. Tash e gardioni është haver. Ma qoj mbushjen. Tash mundu me thirë producentin. Çka do mi thonë? A do mi tregu për kongën, a? Normal që kam i tregu për kongën, edhe knoja kongën dej në sket, në telefon. Jo, bre se mos po t'ingllon pa lidhje në telefon. Ma mirë pe thire, pe caktojna terminin për incizim edhe... Qyshe, nëse të thot me shku me incizu, çka do në me bo? Nëse thot, po shkaj. Edhe unë vi me ty. Se i lirën e vogën, e lash me shku vetë edhe apeshe që ato ndodhë. Hupi djali, krejt. Mu shpirti është të mdhin, kur pe di që e ngova edhe e lash me shku vetë. Ty s'lova ver. Shkojmë e ngjizojmë kongën, e krym punën edhe kthejmë. Edhe unë po vi. Që edhe ti, deli vavit. Kime pa ku shëmone, unë nuk i lo shok të vetë, a? Nuk me po edhe gjenë që nështë ta shumë qëtet diko. Po. Mirë i shkon me i siguru do parena. Për fillemi kemi paret e mia, paret të sponsorit. Veç mos haro me ma përmen emrin si sponsor aty. Hiq mos tanin. Shumë i siguru paret. E kam një ide shumë mirë. Nëse dalim, e mërësh. O zot, ma në fund diçka aksion. Interesant se u krymem të nejtë këtu vetë. Thiri producenti. Alo, Blero, si je? Unë jam Beka. Po, deshta me fol me ty se e kom bo një tekst shumë të mirë. Për një kongë edhe deshta me fol me ty me inqizut e te dhe te qekiqi kongën. Teksti është shumë i mirë, besoj që kom të pëlqy shumë. Po, nëse dënë muna me taknu edhe në telefon. Kalle kej. Okej, qëre, refreni është që shtut, teksti. Veç du me dit, a je e lumë tër tash. Veç du me dit, si të shkojnë punët tash. Ndoshta ke dëshirë më këthy kur ishim bashk. Po, i kam parët. I kam. Po, për momentin unë jam këtu mrenda, po... Kanë thonë që kanë me më qu për do ditë, deri sa të inqizoj kongën se edhe këta edukatorët janë një trept kongës u kallën krejt. Po. Okej, pra, të lojmë të hanën. Nesër? Okej, nesër. Mirë. Faleminderit shumë, tëng. Çka bre nesër? Çka? Nesër. O, zot nesër në përshirë shumë jetën, do me thamë.
Më ka marrë molli mi pa zogzat në rrugë tak. Kemi me kall krejt, ha? Përshëndetje i nderuar. Moti nuk jemi pa, nuk jemi ndëgju. Më ka marrë molli për ty. Besoj edhe ty për mu. A pe din me kam po fleta? Po, sigurisht se po, qysh nuk e di. Je njeri me të cilin moti nuk jam taku. Mezi po pres me takue. Po shbesën. Edhe ty të pas ka marrë molli sigur mu. Në realitet tash pe kuptoj që nas kemi qenë edhe shok të këshi. Jo, çfarë shok të këshi. Të mire bile shumë. Kemi pas një vazhdosni edhe na dy. Mirë më Luli, si po të shkon biznisi? Mirë, nuk ka kesh. Po ty, që po shko puna e kujdesarisë? Për çfarë kujdesarie po flet? Po ke fillu kove të fundi më kujdes edhe për fëmije, thash. Ai, po dëgjoj se po rrim me fëmije, po kujdesesh për ta. Po. Shiko, unë jam njeri i ndihshëm, e ti e di këtë që unë sidomos kam emocione për fëmijët të cilët janë braktis nga prindërit e pandërgjetshëm. Sinqerisht je shumë human, shumë i ndershëm. Ti meriton edhe shpërblim meriton. Po, unë e pres shpërblimin. Po, edhe ki me fitu shpërblimin ti. Unë pres atë që më takon të marr, edhe këtë e pres nga ti. Nuk po më kujtohet që të kam bashkën aty. Nëse nuk kujtohet, ta kujtoj unë, po më mirë mos rreziko shumë se djali yt është e unë. Prandaj të pres nesër në ora 6 te vendi. Në cili vend? Te vendi ku jemi taku herën e fundit para 14 vjetëve. Naim, shumë po mon men. A mu shme më tregue që ka jetu hongër kove të fundit? Po ha mish taze. Mish taze, mish Brazili. Ja, a di çka, mos ta zgjas shumë se mu harxhun edhe parët. Mos u mërzit, ta çoj në mbushje une. Jo, faleminderit, s'ka nevojë, mos shpenzo. Shihemi në ora 6 te vendi. Tum. Gjafer, a shkut me gjithë fort e gjithë but? S'ka bre gjithë fort gjithë but. Z-h. Arben pasha zët një bo njeri shumë i që të qëmë. Pse për shoku jam? Pse po mirë është me punë të huja? Qysh në punë të huja? Për çfarë punë e po flet? Po çka po përzin me atë djalin, me atë lulin? A ke po çfarë faca është? Atë natë veç merkesh në kazino, se ja kisha të reguat i një 3-4 variante të artë marciale. A di ti shka e në artë marciale? Karat, judo. Karat ove judo. Po veç merkesh betina. E pse dërgesh? Po të jam thotë se është baba i djalit, i lirit. Po, mirë. Ashtan, dhe që është puna? Ky luli ka kërku prej neve me shku me intimu për një farë punë. Shikar ben, mos i beso shumë që ti lullit, se mos përna shtime na i lojt në dytë. Jo. Ai po kërkon prej neve me intimu për me gjithë i lirin. Ku mundet me gjithë ai i lirin? Pse na nuk e lajmë në mrostin policia mu morë me këtë punë, është detyrë e tyne. Jo, ta është shumë vonë me lajmë në policinë. Po puna është kështu. Ky luli, i pas ka disa esape alat pa kryme me një bashkëpunëtor ti. Sot kanë lënë takim në ora 6 në një vend, e atje duhet me shku edhe ne dy. E pse duhet shkojmë pikërisht ne? Sepse duhet me qenë të shpitar të asaj që ka ndodhë. Nëse rastisht ndodhë me mos marrëveshje, ti duhet me ndihmu lulin. Unë e ndihmu lulin, a? Po, me përdor forcën? Forcën, ja. Forcën se përdori ndaj kërkujnë. A kom vendos një herë në 3-4 vjetë, du me nejtë rehat, nuk du me përdor forcë. Që mos me dëtëra. Jo, po ma idha, po dëgjoj shumë ku jam. Na duhet me qenë atje dojmës për me marrë djalin edhe me pru këtu ku e ka veni. Ti mendon se gjithçka është në rregull? Po, sigurisht. Luli mu ka betu se gjithçka ka me qenë në rregull. Ai ka me dhënë parë atij që e ka bësh edhe na e marrim djalin edhe. Shikoj ben. Poshtë zotin. Mos më shtini të lashave. Mos më shtini dikon ku duhet me përdor forcën se jam ka pritaj edhe në nuk po du më fut këto lojna. Kështu që mos më detyro. Hiç po stani. Po atëherë në rregull, atë shkojmë.